të qenit mirë në këtë qytet. Dhe një jetë kemi dilema nëse kjo lloj Tirane që kërkoni ju, a bëhet dot sot, po do t'i pyes për këto, po fillimisht t'ju them diçka tjetër. Sigurisht, situata në Tiranë është krijuar dhe për arsye, le ta quajmë objektive, në sensin që ju Këtë vitin e fundit po. Këtë vitin e fundit po. Po është për një vit e gjysmë për arsye. Por këtë se këtu dua dal. Ju keni qenë kritik ndaj Bashkisë Tiranës edhe për shumë vite me radhë. Jam i saktë. Sa kohë që para fytyrës më ndërtohet një pallat, pa më thënë, pa më marrë miratimin, sa kohë që para fytyrës time në balkon vjen ai bishti i Vinçit, edhe unë zëvendës kryeministrit duhet marr policin në telefon që të vi policia aty prezent dhe të shmontoj Vinçin. Patjetër që kam qenë kritik. Pra diçka ka shkuar keq toni ju, gabim edhe më përpara? Është prishur ekuilibri midis ndërtimit edhe qytetarit. Është prishur ekuilibri. Për vite tëra me radhë, që ta themi si që është gjëja, por ama situata që kemi sot, dhe që unë e krahasoj me situata nga pikpamja ligjore, e kontrollit ligjor të territorit, apo shërbimeve, është thuajse në vitin 2000. Kur Edi Rama hyri në Bashkinë e Tiranës. Pastaj, situata e punëve të bashkisë dhe e marrëdhënies me institucionet e tjera, që unë po e vuaj në selit prej një vitit tërë që flas, komunikoj me njërin, komunikoj me tjetrin, i ullën tavolin, mundohem t'i bëj bashkë edhe ajo rruga nga nën stacioni i selitës e deri sipër në Kodën e Diellit, nuk bëhet, është fiks si në 2003-shin, kur zotëria mori sopatën dhe vajti preu vetë shtyllën e ja, po i shikojmë disa pamje, regjia në jep disa. Do është në mes të bllokut. Shikoni, atje mbrapa janë garazhet të 6 familjeve. Janë garazhet 6 familjeve atje mbrapa. Tani, më thoni mua se ku është ekuilibri këtu, midis ndërtimit. Atje po ndërton një ndërtim të tëra marrin ujë me 4, 5, 6, 7 orë në ditë. Nuk mundet që ti ta harxhosh 1 orë për të dalë nga lagja jote në mëngjes dhe 1 orë për të gjetur parkim në lagjen tënde në mbrëmje. Dhe nuk mundet që ti të ngjendësh çdo mëngjes para një surprize në lagjen tënde, që herë është një kull 28 kate, herë është një pallat 8 kate, herë është një bllokim që ta ka bërë 28 kate, 28 kate, mos shifte bashkia. Ti e di ku duhet shikosh. Po jo, për atë po flas. Po pse si mendon që kjo gjë më pëlqen? Sokol, kam kuptuar gjatë këtyre muajve që Tirana ose territorin Tiranë nuk pa administrohet sipas planit të BE-rit, që është një dokument ligjor shumë i rëndësishëm për mirëqenien urbane, e quaj unë, të qytetarëve në të. Jo. Dhe natyrisht ky është një problem shumë i madh midis bashkisë edhe midis qeverisë. Unë patjetër që e pëlqej këtë historinë që arkitekt nga e gjithë bota ndërtojnë veprat e tyre në këtë qytet, po ama duhet ketë një ekuilibër midis atij plani dhe këtij plani. Ashtu siç duhet ketë një ekuilibër midis ndërtimtarisë apo ndërtimit si sektor dhe mirëqenies qytetarëve në këtë qytet. Dhe që është e para është mirëqenia urbane në këtë qytet. Shiko, furnizimi me ujë, e thash edhe sot atje në atë interpelancë, si ky ishte qëllimi edhe interpelancës së dytë që bëra me ministrin e infrastrukturës. Shiko, furnizimi me ujë, largimi i ujërave të ndotura, një ambient i pastër, një mjedis i gjelbër e tjera, duhet perceptohen si të drejta themelore të njeriu, të atij që banon në këtë qytet. Të banon këtë gjë. Nuk kam unë thjesht të drejtën të blej një fjetinë atje edhe të vazhdoj të rinë atë fjetinë. Jo. Unë blej një banimi dhe që më ofron në rreth e qartë dhe në tërsinë e tij të këtij qyteti mirëqenie urbane. Do të shumë bukur te dera e kryesisë, te dera kuvendit, te dera e partisë që Ogerta Manasiliu do të jetë kandidati, njoftim që e ka dhënë Rama disa herë. Dhe ju jeni për një proces. E di kush është frika që kam unë rejon është që edhe nëse do të jeni ju kandidati i ardhshëm i Partisë Socialiste për Tiranën, do ndodhi po në të njëjtën mënyrë. Pra do ketë sërish një cop letër, do ketë sërish një deklaratë. Dhe pyetja ime, dhe këtu del gazetari. Si do të ketë? Pra do ketë një deklaratë e Erion Braçi. Jo, nuk e pranoj. Njëse, këtë të dy. Pra, nëse Edi Rama del nesër dhe thot, jo, garë nuk do ketë, primare nuk do ketë, po do jetë Erion Braçi kandidat për Tiranën. Ju do ta pranoni? Jo, Sokol, nuk fitohen zgjedhjet kështu. Një nga arsyet pse unë s'kam folur me Edi Ramën është eksaktësisht sepse nuk dua që kjo që po kërkoj të ketë si përgjigje një favor apo një qok. Nuk e dua këtë. Nuk e dua. Nuk fitohen zgjedhjet me qok dhe me favor. Me një qok karriere
apo me një favor. Për më tepër që unë nuk po kërkoj një stacion karriere, Sokol. Unë po kërkoj një punë. Pra ju po kërkoni proces, ju po kërkoni proces. Të ludhem. Unë po kërkoj një punë. Po kërkoj një punë, sepse unë Bashkinë e Tiranës e mendoj si punë. Ka që e mendojnë si një stacion karriere, ka një pjesë tjetër që e mendojnë, apo e perceptojnë si një element, një sekundë, si një element të rëndësishëm për të qenë pasardhësi. Jo, e ka dëmtuar shumë Bashkinë e Tiranës dhe shërbimin ndaj qytetarëve të Tiranës, perceptimi që ku shkon atje është automatikisht kryeministër, është pasardhësi në këtë rast, e në krahun tjetër perceptimi që të shkosh atje është një stacion i rëndësishëm karriere e tjerë me radhë. Unë mendoj që ajo karrige nuk ka rehat. Nuk ka rehat ndërkohë që në Tiranë mund t'jenë 1 milion gropa në për rrugët e qytetit dhe në për rrugët e gjithë periferisë ndërurbane, si quhen, ndërurbane, apo edhe rurale të këtij qyteti. Nuk mundet më tjetë karrige rehati kur lagjet morë parlamentarës ashtu si që thoni juve. Po ju bashkohet me Rama në momentin që le të themi Nano në një farë mënyrë tentoi ta përjashtonte. Po nuk e pranoj dot këtë gjë, Sokol. Unë brenda shtëpisë time nuk e pranoj dot këtë gjë. Dhe e kam bërë jo vetëm me Ramën, po e kam bërë edhe kur Rama nxori nga lista Arben Malajn, Arbeni Sarajin, Ilir Gjonin, e kështu me radhë. E kam bërë në kryesi të Partisë Socialiste këtë gjë. Kështu që e kam bërë kohë pas kohë me të gjithë, sepse kam dashur. Ju mendoni që kjo do ndodh? Sepse kam dashur që brenda Partisë Socialiste të Shqipërisë të ketë një kohezion. Nuk biem dakord për shumë gjëra, ama jemi të gjithë atje brenda. Patjetër. Domethënë, Pak të gjëra diskutohen. Shiko Sokol, unë nuk e pranoj që ambienti jashtë Partisë Socialiste të shërbej si një fush ku ti merr harkun edhe lëshon shigjeta brenda Partisë Socialiste. Jo, mund t'jesh atje brenda dhe e ke gjithë lirinë ti thuash atje brenda këto gjëra. Atje brenda këto gjëra. Pra, po them që unë këtë kontestoj. Dhe në krahun tjetër, ajo që kërkoj është një proces real energjizimi i Partisë Socialiste. Sepse unë jam i bindur që ne na duhet një energjizim për te i këtij që thuhet se po ndodh tani me 2 antar burra dhe 2 antar gra të rinj partie që duhet i bëjmë antar në çdo organizatë partie. Nuk është ky energjizim. Energjizimi është ta thrasësh popullin socialist dhe t'i japësh atë që ti kërkove në 2023-shin, atë që ishte platforma jote në 2005-ën, dhe me cilën unë u bashkova, dhe që është eksaktësisht përgjegjësit janë të parit, dhe e dyta që është shumë e rëndësishme, socialistët zgjedhin me votë njerëzit që duan t'i udhëheqin, duan t'i përfaqësojnë dhe në krahun tjetër rrugën që ata duan të ndjekin për të arritur qëllimet e tyre. Ka që thjesht. E kam qartë, në këtë moment nuk jam intervistues se sa e më bashkëbisedues me ty. Ajo që kam nisur dhe nga përvoja ime, ajo që ndruaj unë është që ju thatë që sot ka një njoftim edhe thatë shumë bukur te dera kryesisë, te dera kuvendit, te dera e partisë që Ogerta Mansiliu do të jetë kandidati, njoftim që e ka dhënë Rama disa herë. Dhe ju jeni për një proces. E di kush është frika që kam unë Erion është që edhe nëse do të jeni ju kandidati i ardhshëm i Partisë Socialiste për Tiranën, do ndodhi po në të njëjtën mënyrë. Pra do ketë sërish një cop letër, do ketë sërish një deklaratë. Dhe pyetja ime dhe këtu del gazetari. Si do të ketë? Pra do ketë një deklaratë e Erion Braçi. Jo, nuk e pranoj. Njëse, këtë të dy. Pra, nëse Edi Rama del nesër dhe thot, jo, garë nuk do ketë, në primare nuk do ketë, po do jetë Erion Braçi kandidat për Tiranën. Ju do ta pranoni? Jo, Sokol, nuk fitohen zgjedhjet kështu. Një nga arsyet pse unë s'kam folur me Edi Ramën është eksaktësisht sepse nuk dua që kjo që po kërkoj të ketë si përgjigje një favor apo një qok. Nuk e dua këtë. Nuk e dua. Nuk fitohen zgjedhjet me qok dhe me favor. Me një qok karriere apo me një favor. Për më tepër që unë nuk po kërkoj një stacion karriere, Sokol. Unë po kërkoj një punë. Pra ju po kërkoni proces. Ju po kërkoni proces. Të ludhem. Unë po kërkoj një punë. Po kërkoj një punë. Sepse unë Bashkinë e Tiranës e mendoj si punë. Ka që e mendojnë si një stacion karriere. Ka një pjesë tjetër që e mendojnë, apo e perceptojnë si një element, një sekundë, si një element të rëndësishëm për të qenë pasardhësi. Jo, e ka dëmtuar shumë Bashkinë e Tiranës dhe shërbimin ndaj qytetarëve të Tiranës, perceptimi që ku shkon atje është automatikisht kryeministër, është pasardhësi në këtë rast, e në krahun tjetër perceptimi që të shkosh atje është një stacion i rëndësishëm karriere e tjerë me radhë. Unë mendoj që ajo karrige nuk ka rehat. Nuk ka rehat ndërkohë që në Tiranë mund t'jenë 1 milion gropa në për rrugët e qytetit dhe në për rrugët e gjithë periferisë
ndërurbane, si quhen, ndërurbane, apo edhe rurale të këtij qyteti. Nuk mundet më tjetë karrige rehati kur lagjet të tëra marrin ujë me 4, 5, 6, 7 orë në ditë. Nuk mundet që ti ta harxhosh 1 orë për të dalë nga lagja jote në mëngjes dhe 1 orë për të gjetur parkim në lagjen tënde në mbrëmje. Dhe nuk mundet që ti të ngjendësh çdo mëngjes para një surprize në lagjen tënde, që herë është një kull 28 kate, herë është një pallat 8 kate, herë është një bllokim që ta ka bërë 28 kate, 28 kate, mos shifte bashkia. Ti e di ku duhet shikosh. Po jo, për atë po flas. Po pse si mendon që kjo gjë më pëlqen? Sokol, kam kuptuar gjatë këtyre muajve që Tirana ose territorin Tiranë nuk po administrohet sipas planit të BE-rit, që është një dokument ligjor shumë i rëndësishëm për mirëqenien urbane, e quaj unë, të qytetarëve në të. Jo. Dhe natyrisht ky është një problem shumë i madh midis bashkisë edhe midis qeverisë. Unë patjetër që e pëlqej këtë historinë që arkitekt nga e gjithë bota ndërtojnë veprat e tyre në këtë qytet, po ama duhet ketë një ekuilibër midis atij plani dhe këtij plani. Ashtu siç duhet ketë një ekuilibër midis ndërtimtarisë apo ndërtimit si sektor dhe mirëqenies qytetarëve në këtë qytet. Dhe që është e para është mirëqenia urbane në këtë qytet. Shiko, furnizimi me ujë, e thash edhe sot atje në atë interpelancë, si ky ishte qëllimi edhe interpelancës së dytë që bëra me ministrin e infrastrukturës. Shiko, furnizimi me ujë, largimi i ujërave të ndotura, një ambient i pastër, një mjedis i gjelbër e tjera, duhet perceptohen si të drejta themelore të njeriu, të atij që banon në këtë qytet. Të banon në këtë qytet. Nuk kam unë thjesht të drejtën të blej një fjetinë atje edhe të vazhdoj të rinë atë fjetinë. Jo. Unë blej njësi banimi dhe që më ofron në rreth e qartë dhe në tërsinë e tij të këtij qyteti mirëqenie urbane.